martoni ju djemtë dhe vajzat që janë pamartuar, si kurse për na urdhëron në mënyra urdhërore, martoni. Prej kësaj delni në një mesele, a është martesa vajib apo nuk është martesa vajib? Sepse ajeti po martoni. Martoni ata që janë pamartuar, ato që janë pamartuar. Nga kjo sikur se po kuptohet që martesa është vajib, obligim. E nëse o vajib, atëherë nëse lojnë martesën ka këmë gjuna qarë. Martesa vajib është vetëm tek dhahirit, apo vetëmit dhahiri me dhebë, i veçantë fiku që është asgjësuar, është 3 turp. Ata kanë thonë se martesa është vajib për çdo musliman dhe muslimane, por kështu nuk kanë thonë ulemaja fuqahat të tjerë. Imam Shafiu rahmetullahi alejhi ka thonë martesa për që është vajib nuk diskutohet, por nuk është as mustahab, madje është vetëm mubah e lejuar, madje është më mirë mos më martu heq nëse ja sheh hajrin dikush atina. Të tjerët, duke filluar nga Hanefite, Malikite, Hambelite dhe shumica absolute e dunjas, kanë thonë martesa në parim është mustahab, e preferuar, e livdueshme. Dhe atë me shumë argumente si nga Kurani ashtu edhe nga hadithet. Mjafton nga Kurani se pejgamberët e Zotit pejt pare deri në fund kanë qenë të martuar, bile shumica atyre më shumë se me nga një gru. Dhe shembulli më i mirë për ne është pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: "An-nikahu min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikahi kurora, martesa është prej sunetit tim. E ai i cili ja kthen shpinën sunetit tim në klapa e bojkoton martesën, nuk është prej meje. Pra ka kthye sunetin tim. Është mustahab, e preferuar, e livdueshme, po thuj si dush në parim, por jo vajib. Jo vajib, sepse po të ishte vajib, nuk do të kishte pasi logjik që nga koha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kemi sahab që nuk janë martuar fare, kur kanë vdek pa martu. E pastaj tabiin, e tabiin deri te ulemaja gjigant të mëdhej, sikur se Imam Taberiu, Allahu pas të mëshiruar, deri te Ibn Taymija Neveviu dhe radhazit të tjerë, yje të pashuara deri në kiamet, nuk janë martuar asnjëherë, e nuk ka logjik që ata njerëz ta lojnë një vajib, Zoti mos e dhashtë. Pra nuk është vajib në parim, martesa është sunet mustahab. Po, mund të jetë vajib martesa që shkanë thonë këta fuqaha, 4 mëdhëbeve, mund të jetë vajib nëse rrezikohet nderi vajzës apo djalit, dhe ka frikë me rujt vetveten, nuk mund e runë, ka dyshim se pa mund runë vetveten e vetë, e që i bie ka frikë se po bie në zina, Allahu na ruajt, i bëhet vajib martesa. I bëhet vajib. Për ndryshe, nuk e ka vajib, e ka sunnet mustahab.